Gjithashtu që ishe e mbyllëm Danko edhe pak që tek koncerti I Mahmutit, Orhanit, nami aty, si shkoja eksperiencë? Ishte shumë eksperiencë e bukur, unë kam shijuar shumë, e kam ndarë edhe në rrjetet sociale nëpërmjet Të rrjestave dhe pash që ishe storeve. shumë afër Mahmut Orhane, i cili emri nuk e ka fort të bukur, por vajzat thonë që është I këndshëm. Po, është goxha I bukur. Ishte nga afër? Po, ishte shumë nice, na dha një atmosferë shumë të bukur, them realitetin. Jemi kënaqur shumë E takove rasti se mund të shkëmbej diçka? Pak kontakt aty në backstage, sepse unë isha në zonën e backstage-it, po dhe kur kam bër postime më mbrapa I kam bër tag thjesht në këmbim që ai të shikoj, të bëj repost, kupton, sepse janë gjëra që I poston mbas asaj I pa dhe ka shkruar. Më fali një sekondë, Mahmut Orhan të ka shkruar? Mirë që nuk di shqip se kishte një të dashur. Kishte të dashur, Depsozi. Një sekondë ta shohim pak Mahmut Orhan sa followers sa ka? 2.2, mirë, 2.2 milion, po është I famshëm ndërkombëtarisht. Çfarë të shkruaj ti? Thjesht dha një koment të bukur për gjukun edhe për atmosferën që krijuam, sepse unë kam kërcyer shumë, e kam shijuar shumë, kam kërcyer sigurisht unë isha në një kampionat kërcimi jo në zhuajti apo jo, koncert. të flirtoj apo ishte thjesht Tani në një formë flirtimi do ishte, sepse asnjë djalë nuk shkruan kot nga hiçi pa pasur një Po ti Alesina po? I bëra like. Ishte I bëre like. Këto gocat e sotme që bëjnë si interesante, bëjnë like mesazheve aty, ta lënë Nuk jam unë ajo, nga ato që bëjnë interesante. Çfarë të bëj unë që nuk I kam ja 10 çanta Hermes dhe ja 10 Rolexa që ti nxjerr aty në stories. Po, thjesht në mos që mos edhe nuk doja t'ia ktheja, po dhe që mos ta lija, unë thjesht I bëra një like sepse kjo ishte mirësia ime. Falenderoj shumë që ishe